Dhe në vijim të javës kaluar, ne do të vazhdojmë edhe sonte me debatin e fortë femrat kundër meshkujve. Si gjithmonë, njihet përfaqësuesja e femrave të Portokallisë, Servina Kotolloshi, por sonte ajo do të jetë përballë një tjetër mashkulli nga stafi jon. Dhe ai është Eran Soili. Mirëmbrëma, përshëndes të gjithë burrat kudo që ndodhen. Mirëmbrëma, përshëndes të gjitha gratë kudo që janë. Servina, atëherë në këtë sallë kaq mrekullueshme, unë nuk e kuptoj pse Ami na ftoi të bëjmë një debat midis gruas edhe burrit. Po, Randa, unë nuk e kuptoj se unë kam shumë respekt për ty, po. Edhe dikush është problemi unë që problemi im mua më pëlqejnë shumë gratë. Po. Nuk mund t'i shaj dot. Po. Më pëlqejnë gjithë gratë e botës. Po. Bile e keqja më e madhe është se përveç gjithë grave të botës më pëlqen dhe gruaja ime, more zotëri. Interesant është. Ndoshta vjen se jam shumë simpatik. Po. Nga që jam shumë aktor i mirë. Po. Nuk vjen se jam shumë idiot. Po. Si po? Si po, Ervina? Më vjen keq Rand, po më shkau për inerci të betohem. Sinqerisht. Po kjo inercia këtu jam vetëm unë, s'ka njëri tjetër. Po, ndoshta kjo vjen nga që nuk kam shumë respekt për meshkujt, prandaj. Ashtu. Po qa preti tash të them unë që do kisha më shumë respekt për ty, sikur t'ishe burr? Po qa preti tash që unë të them do kisha më shumë respekt për ty, sikur ti të quheshe Randa dhe të kisha shoqe? Ha? Ja si janë si punë e reve kur vinë të prishin kohën, ja. Po gratë si janë, a e dini burra? Duar trokit, shpirt, duar trokit. Bravo, shumë bukur. Tash kjo është për burrat. A e dini ju burra pse femrat shpesh kërkojnë t'i mbajnë flokët bishtkali? Pse? Sepse duan t'i largohen sa më shumë imazhit e lopës. Jo, po e di pse ju nuk ju zë së mundja e lopës së çmendur, a? E di pse burrat nuk i zë se janë gomer, prandaj. Patjetër që jemi gomer, përderisa i lejojmë gratë të shpenzojmë pafund. Mirë, po ka diçka tjetër, Ervina. Burra, në qoftë se ju humb portofoli, mos e denonconi hajdutin, se ai me siguri do shpenzoj më pak se gruaja juaj. Po. E di si janë burrat të dashura gra, janë si ato autobuzat e linjës që kur i merr të mbarojnë punë, pa kur zbret thua, sa turp që ustova me këtë. Po, por ju burra nuk e dini pse Zoti e shpiku gruan. Pse e krijoi Zoti gruan? O më thuaj ti. Pse? Sepse harrojti vër këmbë gjarë për i ti dashur. Na shkriu! E di si janë... Se ka qenë gordhur kjo duar trokitja? E di si janë burrat? Burrat janë si fshesa, pa bisht nuk hynë në punë. Madje, nuk dim fare nga punët e shtëpisë, fare nuk dini. Prapi gjithë. Ja sa pak respekt kam për ne. Sa që kujtoni se punë shtëpie është të ngresh këmbën kur ne kalojmë fshesën me korrent. A e dini burra pse statuja e lirisë është femër? Për të ngritë në piedestal femrën, apo jo? Patjetër. Për ta patur kokën bosh se duhet të bëhet restoranti. E di pse më pëlqen më shumë, ne femrave na pëlqen më shumë televizori se sa burrat, se kur të çan kokën i ul zërin, madje ndron edhe kanal. Po normal që do tallesh, e di si është puna, sot fole dhe veprove tamam si burr. Po patjetër që do flisja si burr, si sa burra ka këtu? Po, dhe... Janë burrat. Dhe e di pse foli si burr. Tamam si burrë, se vetëm burra thon budalla lëqe.
Mos Ervina. Bravo, gratë! Nuk e kuptoj pse ne burrat duhet të flasim keq për gratë, në një moment që mjafton të themi, grua mërzotri. Thua, grua, i ke thënë të tëra, budallalliqet e kësaj bote. Dhe një të fundit do them, edhe do dalë, e di pse burrat nuk i mbajnë robe banjo të ngushta, po të gjëra, se kanë frikë se mos i ndalon qarkullimin e gjakut trurit, prandaj. Natë e mirë, ra. Një ura për gratë!